Pas dështimit të mandatarit të dytë, Glau Konjufca, për formimin e qeverisë së re, presidentja e vendit, Vjosa Osmani, ka zhvilluar sot një takim me liderët e partive politike për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakohshme. Derisa kanë hyrë në takim, askush prej liderëve nuk ka treguar datën e preferuar. E pas këtij takimi, e para e vendit, presidentja Vjosa Osmani doli në konferencë për medie. Në konferencë, ajo zgjodhi datën 28 dhjetor si datë për mbajtjen e zgjedhjeve në Republikën e Kosovës. Sot kam pranuar zyrtarisht edhe vendimin e kuvendit, ku konfirmohet edhe formalisht një gjë e tillë dhe menjëherë kam mbledhur partitë politike për konsultime. Mirë po para se ta nënshkruaj dekretin për shpërndarje të kuvendit, sot kam bërë përpjekjen e fundit që partitë parlamentare të kthehen edhe sot gjatë ditës njëherë në kuvend dhe të miratojnë së pari zgjatjet buxhetore në mënyrë që as pagat e qytetarëve tanë e as funksionimi i shtetit tonë të mos bllokohen për të kemi buxhet bele deri në fund të marsit 2026. Së dyti, pakon presidenciale prej 5 marrëveshjesh ndërkombëtare në vlerë prej mbi 1 miliard euro, dhe së treti çështje të tjera të rëndësisë së veçantë, siç janë buxheti i kryeqytetit dhe buxhetet të tjera, si dhe buxheti i RTK-s e çështje të tjera për të cilat kam shpresuar për vullnet politik. Ju njoftoj fillimisht se për shkak se sot kam shpërndar kuvendin, automatikisht data 11 janar është përjashtuar si mundësi, sepse është jashtë afateve kushtetuese që do të më lejonin ta shfrytëzoja. Sa i përket datës 4 janar, jemi njoftuar që nëse zgjedhjet mbahen në janar, sipas legjislacionit në fuqi dhe me që nuk kemi tashmë buxhet të miratuar për vitin e ardhshëm, atëherë KQZ-s do t'i lejohej sipas ligjit të përdor vetëm 1/12 e buxhetit të saj, që i bjen maksimum diku rreth 1 milion apo 1.5 milion. Përderisa për këto zgjedhje është kalkuluar që mesatarisht do të kushtojnë rreth 8 milion. Pra zgjedhjet në këtë datë është praktikisht e pamundur të mbahen për shkak të pamundësisë që të shfrytëzohet buxheti në janar ashtu siç thot ligji. Kthehemi prandaj te dy datat e mbetura, pra 21 dhe 28 dhjetor, të cilat mund të bëhen sipas kushtetutës. Sot partitë politike janë deklaruar kryesisht për këto dy data në takimin konsultativ që e patëm. 8 parti sot janë deklaruar për datën 28 dhjetor. 5 parti janë deklaruar për datën 21 dhjetor, kurse 3 parti kanë thënë që cila do nga këto data është në rregull. Përgjithësisht, data 28 dhjetor është data që kam vlerësuar se mbetet data e vetme e mundshme, sado që edhe kjo datë paraqet deri diku sfida për KQZ-n.